Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se Shqipëria është kantier i madh transformimesh që e fton diasporën për pjesëmarrje në investime, në inovacion dhe në jetën akademike të ndërtimit dhe të ardhmes. Në sesionin e hapjes së samitit të 4 të diasporës, Rama nënvizoi rolin e patjetërsueshëm të diasporës në zhvillimin e vendit. Sepse Shqipëria nuk mbaron aty ku mbaron territori i saj. Shqipëria jeton kudo ku shqiptarët mbajnë gjuhën, kujtesën, shpresën kokëfor dhe ndjenjën e pathyeshme të përkatësisë tyre kombëtare. Dhe sot, kur bota është më e ndërlidhur se kurrë dhe kur fjala si kurrë më parë veje vjen në çast sa hapen mbyll syt nga një kontinent në tjetrin, ju jeni zgjatimi i gjallë i Shqipërisë kudo në botë. Fryma e kombit përtej gjeografisë, prova e tij se identiteti nuk përmblidhet në kornizën e hartës, por zgjerohet nga udhëtimet e njerëzve të tij. Ka pasur një kohë jo shumë larg kur shqiptarët iknin nga dheu duke i mbajtur zemrat sigur mbi shpinë, duke marrë me vete guximin e kujt s'ka asgjë për të humbur dhe dhimbjen e ndarjes me gjithçka i lidhte pas kësaj bote. Por atë që historia deri dje i quante ikje të pangushëllueshme, koha e ka shndruar në një lidhje të pazëvendësueshme. Ajo që dikur dukej si endek, sot është bërë urë. Sot, diaspora shqiptare nuk është më një histori ikje. Ajo është një histori e shumëfishimit forcave të kombit shqiptar dhe e vlerës së shtuar të Shqipërisë. Por gjatë fjalës së tij, ai tha se historia deri dje quante ikje të pangushëllueshme, koha e ka shndërruar në një lidhje të pazëvendësueshme. Dhe përtej historive tuaja individuale të suksesit, ju bartët diçka edhe më të rëndësishme, fillin e padukshëm, që na lidh tërve me këtë tokë. Një fije që asnjë distancë nuk e kput dot, një fije e bërë nga gjuha që flitet në shtëpi, nga traditat që mbahen gjallë, nga kujtimet që kalohen nga baba e nëna tek vajza e djali. Për te historive individuale të suksesit, Rama tha se diaspora mbart fillim të padukshëm që na lidh të tërve në këtë tokë, që asnjë distancë nuk e këput gjua shqipe. Ky samit, sipas tij, nuk është një mbledhje ceremoniale, por është një deklaratë qëllimesh të larta dhe të përbashkëta dhe mëshirimi i bindjes sonë që diaspora shqiptare nuk është në periferi të jetës kombëtare, por në qendër të saj.